Reagime të ashpra pas protestave të djeshme, ku mijëra qytetar dolën për të mbështetur protestën e lidhjes së sindikatave të maqonisë dhe për të shprehur revoltën për pagat e ulta në vend. VMRO TPMN e cilësoi protestën si politike, ndërsa krerët e LSM-s si marioneta politike të opozitës. Thonë se mbështetja nga LSDM dhe Levica për LSM-n është vetëm dëshmi se ata nuk kanë asnjë qëllim të sinqert, por vetëm sulm ndaj qeverisë, e cila po bën gjithçka për rritjen e pagave dhe pensioneve. Работниците останале без 600 евра минимална плата во 2028 година поради ССМ, Слободан Трендафилов и Трпе Дејановски. Политичката заробеност на ССМ од страна на СДС се покажува на дело. Дека на Слободан Трендафилов и Трпе Дејановски, како и ССМ како синдикат, не име грижа за работниците, се докажува по тоа дека одбиле 40% зголемување на платите за административните службеници или минимум во бројка над 10.000 денари за само 2 години од денес. Nga LSDM ndërkohë paralajmëruan se do të dorëzojnë zgjidhje ligjore në kuvend për rritjen e pagave të punëtorëve dhe ngrirjen e pagave të funksionarëve. Thonë se i mbështesin kërkesat e punëtorëve dhe të LSM-s se janë të hapur për bashkëpunim dhe propozime dhe shpresojnë që pushteti t'i pranojë. Ние подготвивме нови законски решенија кои што ќе ги поднесеме во собранието. Прво предлог на закон за измени на законот за минимална плата, при што предлагаме зголемување на минималната плата во вредност од 600 евра во нето износ, како и замрзнување на платите на функционерите. Me reagim në rrjetin social X doli edhe guvernatori i Bankës Popullore Trajko Slavevski, ai kërkoi negociata të përgjithshme për pagat. Pavarësisht të manipulimeve me shifrat nga ana e LSM-s, fakti është se paga mesatare në vend vitin e kaluar u rrit nominalisht për 9.2%, ndërsa realisht për 5.1%. Pritjet për normën e inflacionit për këtë vit janë që të mos e kaloj 3%. Shtrohet pyetja, a ka logjik kërkesa e LSM-s e mbështetur nga disa subjekte politike për motive populiste? Përgjigjja është më së qartë, kërkesa jo serioze nga subjekte jo serioze. Sindikalistët nga ana tjetër janë të prerë se nëse qeveria nuk ka vullnet të ulët dhe të negociojë për zgjidhjen e çështjes së pagave, do të vazhdojnë me blokada të rrugëve dhe institucioneve, nuk përjashtojnë as bllokimin e gjithë shtetit përmes grevës së përgjithshme në sektorin publik, por edhe për herë të parë në histori edhe në sektorin privat.